Dhe unë kam besim të madh se kjo karabina e kalbur që po kundërmon erën më të keqe në Shqipëri dhe mbar Europën, do të marrë vendin që meriton. Zoti Berisha, për të mbetur te kjo çështje, duket se majoranca refuzon me çdo kusht mbledhjen e Këshillit të Mandateve, ka refuzuar çdo kërkesë të opozitës për mbledhjen e Këshillit të Mandateve për diskutimin fillimisht të më pas heqjen e imunitetit të zonjës Belinda Balluku. Ju e keni cilësuar bllokimin që Rama sipas jush i bën drejtësisë si një provokim. Si do t'i përgjigjet opozita këtij provokimi dhe a janë protestat e vetmja zgjidhja? Faleminderit. Opozita mlodhi komisionin. Mbledhja e komisionit është plotësisht e ligjshme dhe për opozitën Lubi Balluku nuk ka më imunitet. E mban vetëm Edi Rama që nuk lejon arrestimin e saj. Opozita do i përgjigjet përsëri me rrugë ligjore, por dhe me protestat fuqishme. Ky është kombinimi ynë. 5 antar të Këshillit të Mandateve përbëjnë korumin e Këshillit. Vendimet e tij janë të ligjshme pa asnjë lloj komenti. De facto, Lubia nuk ka më imunitet. Faleminderit.